ju dhe padyshim që jam shumë i gëzuar. Problemi është këtu. Nuk është edhe parë që unë marrë çështje të tilla të nxehta, sepse të njëjtën gjë patën reagime, patën qytetarë dhe kur mora çështjen e presidentit zotit Meta. Edhe pata të reagime të këtij lloji, madje dikush thoshte edhe të varet litar avokati. Problemi është që unë Artur Sheun nuk e njoh si klient, pavarësisht se kam klient. Unë Arturin e njoh sepse unë jam nik në Kanin, kam maman nga Kanina, një familje po të madhe si Artur Sheu, dhe familja Arturit është një familje e vjetër, patriotike, është një familje me prona. Arturi është rritur në këtë familje, është i djalë goxha i edukuar, i iluminuar, si dhe ai, por edhe familjarët e tij. Dhe Arturi deri sot, të jap me bindje këtë, nuk ka bërë asnjë hap të gabuar në jetën e tij. Ashtu siç e përshkruajnë këta zotërit, qoftë të Spakut, qoftë mediatikisht e kështu me radhë. Dhe këto unë ja kam thënë edhe, jam në kaluar, kam patur 4 intervista me 4 media amerikane dhe i kam vajtur të njëjtin qendrim për sa i përket zotit Sheu, se ata janë të interesuar, edhe për shkak të çështjes që kjo çështje e Zvënecit dhe Sazdanit është kthyer tashmë në një fushat elektorale në Amerikë për të goditur edhe presidentin, familjarët e presidentit Trump. Dhe kështu që interesi i mediave ka qenë goxha dhe vazhdon të jetë dhe do jetë goxha për sa i përket kësaj çështje. Po, është e vërtet, ka patur një takim në Aruba. Nuk ka asnjë problemi për ta thënë këtë gjë. Ka patur një takim në Aruba, por është takim nëmjet mish, nëmjet shokësh. Ka patur njerëz që kanë shkuar në Vlora atje. Ka patur njerëz, po sikur them kam qenë edhe unë, çfarë do bëni juve? Ja, kjo është e vërteta. Aruba është një tokë, një ishull holandez, afër Venezuelës, ku bëhet pushime pothuajse të gjithë plastinët e vitit, është një ishull i rrallë nga turizmi botror, dhe aty shkuar është takuar, po që dhe për biznes, çfarë problemi ka? Por mos harroni, dhe kam thënë dhe vazhdoj të them, i nxirni ujë të zi, ju mediat, i nxirni ujë të zi Arubës, por kuptoni, nuk ka asnjë gjë nga ato që thuhet në media. Dosja Aruba është dosje që ka në mendje Spaku, e ka në mendje politika për të ditë njëra tjetrën, për të bërë politikë. Po nuk ka asgjë nga ato që thuhet, që thuhet sikur aty është mbledhur mafia botrore dhe ka diskutuar për organizimin, funksionimin, për pastrimin e parave të drogës e kështu me radhë. Është kot, është një gjë, janë takuar 5-6 njerëz, të cilët për një arsye të caktuar, për mungesë vizash, nuk kanë shkuar në SBA, po kanë shkuar për të takuar atje. Edhe janë bërë dhe pushime, ka qenë muaj janar, është bërë dhe pushim, kanë ngrënë kampir, dhe secili ka shkuar në punë e vet, po është bërë biznes, sepse Artur Sheu, ju e dini, ka prona. Jo vetëm në Zvënec, ka prona gjithandej. Ka prona në gjithë pothuajse cepat e Vlorës. Dhe ka ndërtuar. Pse nuk merren këta që nuk marrin, 7% nuk marrin se ka ndërtuar Arturi me firmën e tij. Ose ja ka dhënë të tjerëve për ta ndërtuar. Lungomarrja në Vlorë 70%, sepse ka qenë toka e familjes Artur Sheu. Dhe Artur Sheu ka qenë i pari që ka patur biznes turizmi në Vlorë. E dini ju që hotelin e parë turistik në Vlorë në 92-shin, 93-shin e ka hapur Artur Sheu. Po sot ai nuk është më për shkak sepse është prishur aty ndërtoi lungomarrja e kësaj natyre. Dhe ai pastaj u largua nga Shqipëria për arsye asmërie e kështu me radhë. Te i vran dhe baba dhe dajon edhe një vëlla pandat e Zanit Saushit në 1997 te lokali vet. I shkon atje edhe për ta goditur dhe atje plasi lufta. Dhe kështu që njerëzit duhet të merren me këto gjëra. Pra, gazetarët, mediat dhe kushdo tjetër, po më u shpjegojnë në Arubën ditë për ditë, natë për natë, në çdo moment që ta duan. Në Aruba ka qenë Artur Sheu, kushurin të Artur Sheu, ka patur edhe njerëz që kanë qenë të interesuar për të blerë tokën e Artur Sheu në Shqipëri, edhe Arturi ka një kompani. A kompani ndërtimi që operon në Vlorë, operon në Shqipëri dhe ndërton. Dhe s'ka si gjithë keqe këtu që ti si një njeri i cili do japësh tokën, do të zhvillosh tokën, mund të takosh atë të cilën ti beson se mund t'ja japësh atë pronën tënde private për ta zhvilluar. Po nuk ka patur asnjë teori konspiracioni, asnjë teori mafioze, asnjë nga këto që flitet në media. Po thash, po nuk të them kam qenë unë atje.
Po ju nuk jeni zyrtar publik, dhe pikërisht për atë do ju pyes tani. Po nuk kanë qenë zyrtar publik, nuk kanë qenë zyrtar publik, nuk ekziston, nuk kanë qenë. Atje koincidenca ka qenë një person i cili koincidon me emër dhe mbi emër të një të afërmi të një zyrtari, po nuk ka lidhje, nuk është. Dhe personi që ka ato iniciale që këta thonë, nuk ka lidhje fare as me kryeministrin, as me ndonjë ministër, as me ndonjë deputet. Pra, Damian Gjiknuri ka drejtë, domethënë ju i besoni kur thotë që nuk ka qenë atje. Ore, nuk ka qenë Damian Gjiknuri, ore, janë teorira fantazira, nuk ka qenë as Damian Gjiknuri, as ai tjetri, si quhet ai, sekretari i përgjithshëm i nuk ka qenë, nuk ekziston, është teori e krijuar konspiracioni, dhe këta po vazhdojnë me teorinë e konspiracionit. Ky është problemi. Prandaj thash dhe dje dhe vazhdoj të them, i nxjini ujë të zi Arubës. Pra, avokat, edhe media dosja e autoriteteve belge, për ju nuk është se ka diçka. Po nuk ka, sepse personat që kanë qenë atje, kanë qenë në përgjim, janë njerëz, janë avlora, janë lojnjat të cilët janë marrë me biznese vlorë, po nuk ka lidhje kjo as me Atusheu, as me gjë. Dy persona që kanë qenë atje, kanë qenë me problem me precedent penal në Belgjikë dhe janë dënuar, kanë kryer dënimin kanë ardhur në Shqipëri. Kjo është gjithë historia, por nuk ka lidhje kjo me Arturin, kuptojeni. Sepse nëse unë bëj një biznes me ju, as ju as unë nuk mbaj përgjegjësi për personalitetin e njëri tjetrit. Është detyra e organeve rizbatuese të gjejnë kush vend me biznes, ku e shiti, ku t'ia shiti dhe kështu me radhë. Prandaj them që për sa i përket Arturit, se ma ka bërë këtë pyetje edhe gazetarët amerikanë, biles par dje kisha me Wall Street Journal, një live, një intervistë dhe e shpjegova. Sepse keq informacioni që kanë marrë, keq informimi që këta kanë marrë, qofta gazetar shqiptar, qofta mediat e kështu me radhë, e gjuhen po ka një dosje në Belgjikë. Janë dënuar 21 shqiptar. Janë dënuar shqiptar, por nuk ka lidhje me Arturin. Sepse Arturi mund të takoj çdo person i cili ka para, nuk i intereson Arturit si ka bërë parat. Me çfarë shmar ai? Arturit i intereson të bëj biznes për tokën e tij, të shesi tokën e tij. Nuk i intereson Arturit, janë nga Katari, janë nga Arabia, është nga Amerika apo është nga Italia. Arturi bën biznes. Dhe biznesin dhe do flasin dhe do diskutojnë me çdo person i cili ka interes të blejë tokën e tij. Se ku do takohen? Do takohen në Aruba apo takohen në Anvers, se nuk është vetëm Aruba, se ka takime në Stamboll, ka takime në Anvers, ka takime në Monaco, ka takime në të gjithë Europën. Po kjo Arturi nuk ka lidhje me personazhet të cilët këta mendojnë që kanë bërë po pastrojnë para në Shqipëri dhe kjo s'ka asnjë lloj diskutimi. Po çfarë lidhje ka Arturi këtu? Me personat? Po më njeh, po në rinjë. Po çfarë lidhje ka? Ky është problemi. Ne ka shitur tokën, po më e ka shitur tokën. Po se detyra ime të kontrolloj paratat i tjetrit, i ka të pista, i ka me korrupsion, i ka me trafik, i ka me terrorizëm apo me çfarë i ka. Është detyra e organeve rizbatuese që të shikojnë ky individi që ka investon në vërmi, në Qeparo apo në Palas apo në Drimall, është person i cili ka probleme me ligjin. Është detyra e shtetit, jo e Arturit. Kështu që e thashë bëra këtë rezume për të thënë që Aruba nuk ka lidhje fare me teori konspirative, siç këta mundojnë ta bëjnë aq më pak, aq më shumë, edhe me ministra që cilët është ineksistente. Po, është një emër dhe mbi emër aty, një iniciale, jo emër mbi emër, që koincidojnë me inicialet e një njeriu i cili ka pushtet në Shqipëri, por nuk ka lidhje. Ai është biznesmen. Ai ka një tokë, ka shkuar atje të diskutojë me Arturin për të bërë marrëveshje toke, po jo për sa i përket ministrave, ministrave, deputete kështu me radhë. Nuk dua të mbroj këtu zoti Rama, ju e dini sa kritik jam unë me Ramën, me qeverinë, nëse do kishte kaq, do kisha zbatuar, do ta bëja kaq, por nuk ekziston. Dhe këtu unë bashkohem me Damian Gjiknurin. Bashkohem me Damian Gjiknurin, po mor Arturi ka biznese në Lorë. Ka biznese në anë të detit, në lungomare, ka biznese në ujë të ftohtë. Po pse nuk merren këta me hotelet që janë ndërtuar atje nga pushteti? Që janë ndërtuar nuk ka dhënë leje Edi Rama. Ka bërë resorte atje, po merren me shezllonet e Arturit anë e detit. Tek moli, si quhet e njëjë vlonjatët, moli naftës ose moli kryetarit e kështu me radhë. Ose kristali, si quhet sot. Arturi për një investim atje, dhe pishinën për djeni, që është atje tek ajo resorti, ja e ka bërë për Bashkinë Vlorë, që të venë qytetarët mos të shijojnë aty qetësinë atje te deti. Po s'është Arturi. Arturi po ka investuar, ka bërë plazhin, i ka bërë me paratë e tia, si ka paratë as të vjedhur, as me korrupsion, as me krim të organizuar,
I ka parat e veta, i ka edhe atje, ka dërtuar. Por, di ato atje, janë hotele të bëra me para korupcioni, edhe Spaku nuk merret me ato. Nuk merret Spaku me të gjithë lungomare, që po ndërtohet atje në lungomare, me tokën e vjedhur të qytetarëve, sot që flasim, me problemet theksora pronësie me dokumenta falso që kanë dalë në arkivi shtetit, dhe Spaku nuk merret me këta. Do të në Arturi pa tjetër, sepse Arturi është në Amerikë. Po si ka mundësi të akuzosh ti një njeri për trafik droge në Shqipëri, kur ai ka 29 vite, 28-29 vite, që nuk jeton në Shqipëri. Si mund të akuzosh ti për pastrim parash, kur ai nuk jeton në Shqipëri? Ore, janë një namendje kokës këta apo s'janë? Po si mund të akuzosh ti një njeri për trafik droge në Amerikë, kur atje FBI është gati? Dhe amerikane po e kap në fund të botës e kap atë trafikanti dhe çon në Amerikë. Dhe nuk e gjën ka dot që ai atje në Amerikë që ka biznes në mes të Floridës, ka aktivitetet atje që njihen dhe pagon taksa për shtetin amerikan, dhe tani dhe u kujtuan Tim Dumani me Spaku, të kuptoj që ai që ka trafikant. Ore, po nuk i ha njeri këto, sepse nuk i beson njeri, jo vetëm nga pikpamja juridike, po edhe nga pikpamja kur e mendon. Nuk mundet mor. Tu po gëllon korupcionin në të katër anët, ai merr me Arturi që është në Amerikë. Ai gjeti tani këtë. Edhe Berisha duket i bindur te kjo, po se dia ai ka retorik politike apo bazohet në fakte, se dhe ai është po në njëjtën linjë. Jo, unë prandaj thash në hyrje të kësaj bisede që kjo po keq përdoret politikisht. Po keq përdorimi politik që bëjnë analiza politike apo dhe politika në vetë, berëndojnë me atë individi që quhet Artur Shehu, se ai nuk ka borxh. Po mor, ai është takuar, pse nuk thon këta u takuan edhe në Monaco? Janë takuar edhe në Spanjë me biznesmen të cilët ka patur interes të blejnë toka në Zvërnec. Atje ka dhe foto, ka për foto, ka pa çfarë problemi ka? Ka qenë në një restorant, po darkonin atje te restoranti atij individi që kishte interesa për bler tokën në atë, dhe këta ka bërë foto. Po shumë mirë bëj fotot. Ka bërë foto se po drekoja unë me Monika Kryemadhin e kisha bërë herezi të madhe. Kuptoni tani mua çfarë nivelesh është kjo histori tani. Jo po ka Arturi ka qenë në Spanjë, po mor njeriu Spanjë mund vej. Po ka qenë në Palma di Mallorca, po mor ka qenë. Po ka ngrënë drekën atje me X-in y, po mor e ka ngrënë. Njeriu do në vizë, do bëj biznes. Ky është thelbi i gjës që unë dua të sqaroj. Këta mund të merren sa të duan dhe unë e kam thënë me shumë sinqeritet. Dhe unë po përgatis edhe dosjen,